Realisht sezonin e ka nisë trajneri bugar Libomir Minçev, pas 2 lojëve ai u shkarku edhe me një bashkëbisedim bashkë me kryetarin e klubit e kom pranu që me vazhdu dhe me majt ekipën. Normal që e kom pas edhe një komunikim bashkë me lojtarën që sa ata e kom për, sepse unë e kam qenë në rolin e asistentit, edhe bashkarisht kanë vendosë edhe klubi, po edhe lojtarët kanë dorëshune me qenë në kryet ekipës. Kjo solli lojmë ndryshe. 2 ndeshjet e para, skuadra e Borës pësoj disfata më të thella, ndërkohë me Pejen ishte komplet një ftyrë tjetër, shkoi ndeshja deri në fotofinish. E vërtet, paka shumë edhe atmosfera nuk ka qenë shumë e mirë në ekip. Jo mënu me kthy edhe atmosferën cilën nuk ka qenë shumë e mirë. Kena ndryshu pak shumë edhe dosenën taktik, cilat unë menoj që këta lojtarë mujnë mi realizu në mënyrën më të mirë duhur. Edhe po besoj që kena tregu që kena pak ma shumë kualitet se lojtë e tjera dhe që mujna me ballafaqu se cilën ekip në Super League. Realisht Peja bëri